Shkenca e pasurimit. Kapitulli I parë. E drejta për të qenë I pasur. Mund të thuhet çfarëdo për lavdërimin e varfërisë, por prap mbetet fakti se nuk është e mundur të jetohet jetë që është vërtet e plot apo e suksesshme, pos nëse njeriu është I pasur. Asnjë njeri nuk mund të ngritet në lartësinë e tij më të madhe të mundshme në zhvillim të talentit apo të shpirtit, pos nëse ka mjaft para. Sepse për ta shpalosur shpirtin dhe për ta zhvilluar talentin, ai duhet të ketë shumë gjëra në përdorim dhe nuk mund t'i ketë këto gjëra pos nëse ka para me të cilat I blen ato. Njeriu zhvillohet në mendje, shpirt dhe trup duke përdorur gjëra dhe shoqëria është e organizuar ashtu që njeriu duhet të ketë para në mënyrë që të bëhet posedues I gjërave. Prandaj, baza e tërë përparimit për njeriun duhet të jetë shkenca e pasurimit. Synimi I tërë jetës është zhvillimi dhe gjithçka që jeton ka të drejtë të patjetërsueshme për tërë zhvillimin të cilin ka aftësi të arrijë. E drejta e njeriut për jetë do me thënë e drejta për të pasur përdorje të lirë dhe të pakufizuar të gjitha gjërave që mund të jenë të nevojshme për shpalosjen e tij më të plot mendore, shpirtërore dhe fizike, apo me fjalë të tjera, e drejta për të qenë I pasur. Në këtë libër nuk do të flas për begati në mënyrë figurative. Të jesh vërtet I pasur nuk do me thënë të jesh I kënaqur apo I mjaftuar me pak. Asnjë njeri nuk do të duhet të jetë I kënaqur me pak nëse ai është I Zotit të përdor dhe të shijojë më shumë. Qëllimi I natyrës është përparimi dhe shpalosja e jetës dhe secili njeri do të duhet ta ketë tërë ato që mund të kontribuojë në fuqinë, elegancën, bukurinë dhe begatinë e jetës. Të jesh I kënaqur me më pak është mëkat. Njeriu që I posedon të gjitha që I do për ta jetuar tërë jetën që është I Zotit ta jetojë, është I pasur. Dhe asnjë njeri që nuk ka mjaft para nuk mund t'i ketë të gjitha që I do. Jeta ka shkuar kaq larg dhe është bërë kaq komplekse, saqë edhe burri apo gruaja më e zakonshme kërkon sasi të mëdha të begatisë për të jetuar në një mënyrë që deri diku I afrohet plotësisë. Secili person natyrshëm dëshiron të bëhet krejt çka është I Zotit të bëhet. Kjo dëshirë për t'i realizuar mundësitë e brendshme të lindura është në qenie të natyrës njerëzore. Nuk mund t'i ikim dëshirës të jemi krejt çka mund të jemi. Suksesi në jetë është të bëhesh çka dëshiron të jesh. Ti mund të bëhesh çka dëshiron të jesh vetëm duke I përdorur gjërat dhe mund të kesh përdorje të lirshme të gjërave vetëm ndërsa bëhesh mjaft I pasur që t'i blesh ato. Ta kuptosh shkencën e pasurimit është prandaj më esencialja nga të gjitha dijet. Nuk ka asgjë të keqe në të dëshiruarit për t'u bërë I pasur. Dëshira për begati është realisht dëshira për jetë më të pasur, më të plot dhe më të begatshme. Dhe ajo dëshirë është për t'u lavdëruar. Njeriu që nuk dëshiron të jetojë më begatshëm është jo normal. Dhe prandaj njeriu që nuk dëshiron të ketë mjaft para për t'i blerë të gjitha ato që I dëshiron, është jo normal. Janë 3 motive për të cilat jetojmë. Jetojmë për trupin, jetojmë për mendjen, jetojmë për shpirtin. Asnjëra nga këto nuk është më e mirë apo më e shtrenjtë apo më e shenjtë se tjetra. Të gjitha janë të dëshirueshme njësoj dhe asnjëra nga këto trija, trupi, mendja dhe shpirti, nuk mund të jetojë plotësisht nëse cilado nga tjetra pengohet nga të jetuarit dhe nga të shprehurit e plot. Nuk është e drejtë apo fisnike të jetohet vetëm për shpirtin dhe të refuzohet mendja apo trupi. Dhe është e gabuar të jetohet për intelektin dhe të refuzohet trupi apo shpirti. Të gjithë
Jemi në dijeni të pasojave të neveritshme të tjetuarit për trupin dhe të refuzuarit e mendjes edhe të shpirtit. Dhe e shohim se jeta e vërtet, do me thënë, shprehje e plot e tëra asaj që mund ta jap njeriu përmes trupit, mendjes dhe shpirtit. Çka do që mund të thot, asnjë njeri nuk mund të jetë vërtet i lumtur apo i kënaqur, pos nëse trupi i tij jeton plotësisht nëse cilin funksion dhe pos nëse e njëjta është e vërtet për mendjen dhe shpirtin e tij. Kurdo që ka mundësi të pashprehur apo funksion të papërmbushur, ka dëshirë të paplotësuar. Dëshira është mundësi që kërkon shprehje apo funksion që kërkon përmbushje. Njeriu nuk mund të jetoj plotësisht në trup pa ushqim të mirë, veshje të rehatshme dhe streh të ngrohtë, dhe pa lirin nga puna e tepruar raskapitse. Edhe pushimi dhe rekreacioni janë të nevojshme për jetën e tij fizike. Ai nuk mund të jetoj plotësisht në mendje pa libra dhe kohë t'i studioj ato, pa shansin për udhtim dhe vëzhgim, apo pa shoqëri intelektuale. Për të jetuar plotësisht në mendje, ai duhet të ketë rekreacione intelektuale dhe duhet ta rrethoj veten me të gjitha objektet e artit dhe bukurisë që është i Zotit t'i përdor dhe t'i çmoj. Për të jetuar plotësisht në shpirt, njeriu duhet të ketë dashuri. Dhe dashuria është shprehje e refuzuar nga varfëria. Lumturia më e lartë e njeriut gjendet në dhurimin e të mirave atyre që ai i do. Dashuria e gjen shprehjen e vet më natyrale dhe më spontane në dhënje. Njeriu që nuk ka asgjë për të dhënë, nuk mund ta përmbush vendin e tij si burr apo baba, si qytetar apo si njeri. Pikërisht në përdorimin e gjërave materiale, njeriu e gjen jetën e plot për trupin e vet, e zhvillon mendjen e vet dhe e shpalos shpirtin e vet. Prandaj është me rëndësi supreme për të që të jetë i pasur. Është përsosmërisht e drejtë të dëshirosh të jesh i pasur. Nëse je burr apo grua normale, nuk mund t'i ikësh kësaj. Është përsosmërisht e drejtë për t'ja kushtuar vëmendjen më të mirë shkencës së pasurimit, sepse është më fisnikja dhe më e nevojshmja nga të gjitha studimet. Nëse e shpërfill këtë studim, je i braktisur në obligimin tënd ndaj vetes, Zotit dhe njerëzimit, sepse nuk mund t'i ofrosh Zotit dhe njerëzimit shërbim më të madh se sa ta nxjerrësh më të mirën nga vetja. Kapitulli 2. Ka shkencë të pasurimit. Ka shkencë të pasurimit dhe është shkencë eksakte, si algebra apo aritmetika. Ka ligje të caktuara që e qeverisin procesin e fitimit të begative. Po sa të mësohen këto ligje, nga cili do njeri dhe ai t'ju bindet atyre, ai do të bëhet i pasur me siguri matematikore. Posedimi i parave dhe i pronës vjen si rezultat i bërjes së gjërave në një mënyrë të garantuar. Ata që i bëjnë gjërat në këtë mënyrë të garantuar, qoftë me qëllim apo rastësisht, pasurohen, ndërsa ata që nuk i bëjnë gjërat në këtë mënyrë të garantuar, pavarësisht sa fort punojnë apo sa të zot janë, mbeten të varfër. Është ligj natyror që shkaqet e ngjashme gjithmonë prodhojnë efekte të ngjashme. Dhe prandaj, cili do burr apo grua që mëson t'i bëjë gjërat në këtë mënyrë të garantuar, do të pasurohet në mënyrë të pabesueshme dhe të pagabueshme. Se konstatimi më sipër është i vërtetë tregohet nga faktet vijuese. Pasurimi nuk është çështje e ambientit, sepse po të ishte, të gjithë njerëzit në lagjet e caktuara do të bëheshin të pasur. Njerëzit e një qyteti do të ishin të gjithë të pasur, ndërsa ata të qytetave të tjera do të ishin të gjithë të varfër. Apo banorët e një shteti do të vlonin në begati, ndërsa ata të një shteti fqinj do të ishin në skamje. Por,
ku do shohim të pastër dhe të varfër që jetojnë krah për krah në ambientin e njëjtë dhe shpesh të angazhuar në profesionet e njëjta. Kur dy njerëz janë në lokalitetin e njëjtë dhe në biznesin e njëjtë dhe njëri pasurohet ndërsa tjetri mbetet i varfër, kjo tregon se pasurimi nuk është në radhë të parë çështje e ambientit. Disa ambiente mund të jenë më të favorshme se të tjerat, por kur dy njerëz në biznesin e njëjtë janë në lagjen e njëjtë dhe njëri pasurohet ndërsa tjetri dështon, kjo tregon se pasurimi është rezultat i bërjes së gjërave në një mënyrë të garantuar. Dhe për më tepër, zotësia për t'i bërë gjërat në këtë mënyrë të garantuar nuk është vetëm për shkak të posedimit të talentit, sepse shumë njerëz që kanë talent të madh mbesin të varfër, ndërsa të tjerë që kanë shumë pak talent pasurohen. Duke i studiuar njerëzit që janë pasuruar, gjejmë se ata janë grup mesatar në të gjitha aspektet, duke mos pasur talente dhe zotësi më të mëdha se sa njerëzit e tjerë. Është evidente se ata nuk pasurohen sepse kanë talente dhe zotësi që njerëzit e tjerë nuk i kanë, por sepse ata i bë kanë gjërat në mënyrë të garantuar. Pasurimi nuk është rezultati kursimeve apo i ndaljes së dorës. Shumë njerëz që janë tepër dorë shtrënguar janë të varfër, ndërsa shpesh shpenzues të lirshëm pasurohen. Pasurimi nuk është as për shkak të bërjes së gjërave që të tjerët dështojnë t'i bëjnë, sepse dy njerëz në biznesin e njëjtë shpesh i bëjnë thuajse saktësisht gjërat e njëjta dhe njëri pasurohet ndërsa tjetri mbetet i varfër apo bankroton. Nga të gjitha këto gjëra duhet të vijmë në konkluzionin se pasurimi është rezultat i bërjes së gjërave në mënyrë të garantuar. Nëse pasurimi është rezultat i bërjes së gjërave në mënyrë të garantuar dhe nëse shkaqet e ngjashme gjithmonë prodhojnë efekte të ngjashme, atëherë çdo mashkull apo femër që mund t'i bëjë gjërat në atë mënyrë mund të pasurohet dhe krejt çështja sillet brenda domenit të shkencës eksakte. Këtu lind pyetja: a mund të jetë kaq e vështirë kjo mënyrë e garantuar sa që vetëm disa të mund ta ndjekin? Kjo nuk mund të jetë e vërtetë, siç e kemi parë, sa i përket zotësisë natyrale. Njerëz të talentuar pasurohen dhe koktrash pasurohen. Njerëz intelektualisht brillant pasurohen dhe njerëz shumë budallënj pasurohen. Njerëz të fortë fizikisht pasurohen dhe njerëz të dobët e të sëmurë pasurohen. Kuptohet, një shkallë aftësisë të mendosh dhe të kuptosh është esenciale, por sa i përket aftësisë natyrale, cili do mashkull apo femër që ka sens të mjaftueshëm për t'i lexuar dhe kuptuar këto fjalë definitivisht mund të pasurohet. Po ashtu, e kemi parë se kjo nuk është çështja e ambientit. Lokacioni ka rëndësi për diçka. Dikush nuk do të shkonte në zemër të Saharas dhe të presë të bëjë biznes të suksesshëm. Pasurimi e përfshin domosdoshmë të tregtosh me njerëz dhe të jesh aty ku ka njerëz me të cilët tregton. Dhe nëse këta njerëz janë të prirë të tregtojnë në mënyrën si do të tregtosh ti, aq më mirë, por kaq sa i përket ambientit. Nëse kushdo tjetër në qytetin tënd mund të pasurohet, mundesh edhe ti. Dhe nëse kushdo tjetër në shtetin tënd mund të pasurohet, mundesh edhe ti. Po e përsëris, nuk është çështje e zgjedhjes së ndonjë biznesi apo profesioni të veçantë. Njerëzit pasurohen në secilin biznes dhe në secilin profesion, ndërsa fqinjët e tyre të parë në lëmin e njëjtë mbesin në skamje. Është e vërtetë se do t'ja dalësh më së miri në një biznes që të pëlqen dhe që të shkon për shtati, dhe nëse ke talente të caktuara që janë të zhvilluara mirë, më së miri do t'ja dalësh në një biznes që e kërkon përdorimin e atyre talenteve. Po ashtu, më së miri do t'ja dalësh në një biznes që i përshtatet lokalitetit tënd,
Një ëmbëltore që shet akullore do t'ja dilte më mirë në një mjedis të ngrohtë se sa në Grenland. Dhe një peshkues i salmonëve do të ketë më shumë sukses në veri perëndim se sa në Florida, ku nuk ka salmon. Por përtej këtyre kufizimeve të përgjithshme, pasurimi nuk varet nga angazhimi yt në ndonjë biznes të veçantë, por nga mësimi yt për t'i bërë gjërat në mënyrë të garantuar. Nëse tash je në biznes dhe kushdo tjetër në lokalitetin tënd po pasurohet në biznesin e njëjtë, ndërsa ti nuk po pasurohesh, kjo ndodh sepse ti nuk po i bën gjërat në mënyrën e njëjtë që po i bën personi tjetër. Askush nuk pengohet nga pasurimi për shkak të mungesës së kapitalit. E vërtet, ndërsa fiton kapital, arritja bëhet më e lehtë dhe më e shpejtë. Por ai që ka kapital tashmë është i pasur dhe nuk ka nevojë të mendojë si të bëhet i tillë. Pavarësisht se sa i varfër mund të jesh, nëse nis ti bësh gjërat në mënyrën e garantuar, do të fillosh të pasurohesh dhe do të fillosh të kesh kapital. Fitimi i kapitalit është pjesë e procesit të pasurimit dhe është pjesë e rezultatit që në mënyrë të pandryshueshme e pason bërjen e gjërave në mënyrën e garantuar. Mund të jesh njeriu më i varfër në kontinent edhe të jesh i zhytur në borxhe. Mund të mos kesh as miq, as ndikim, as resurse, por nëse nis ti bësh gjërat në këtë mënyrë, patjetër fillon të pasurohesh në mënyrë të pagabueshme, sepse shkaqet e ngjashme duhet të prodhojnë efekte të ngjashme. Nëse nuk ke kapital, mund të bësh kapital. Nëse je në biznesin e gabuar, mund të kalosh në biznesin e duhur. Nëse je në lokacionin e gabuar, mund të shkosh në lokacionin e duhur dhe këto mund t'i bësh duke nisur në biznesin tënd aktual dhe në lokacionin tënd aktual. Ti bësh gjërat në mënyrën e garantuar që pasoj ka suksesin. Kapitulli 3. A është shansi i monopolizuar? Asnjë njeri nuk mbahet i varfër sepse i është marrë shansi. Sepse njerëzit e tjerë e kanë monopolizuar pasurinë dhe e kanë vënë një gardh për rreth saj. Mund të shkyçi nga angazhimi në biznes në linja të caktuara, por ka kanale të tjera të hapura për ty. Me siguri, do t'ishte vështirë për ty ta marrësh kontrollin e ndonjë sistemi të madh të hekurudhave. Ajo është fushë e monopolizuar goxha mirë. Por, biznesi i tramvajve është ende në fazat e para dhe ofron hapësirë të bollshme për ndërmarrje. Dhe vetëm pas pak vitesh trafiku dhe transporti ajror do të bëhen industri e madhe. Dhe në të gjitha degët e saj do t'ju jap punësim qindra mijëra dhe mbase miliona njerëzve. Pse të mos e kthesh vëmendjen tënde ka zhvillimit të transportit ajror, në vend se të garosh me Hill dhe të tjerët për një shans në botën e hekurudhave me avull. Është goxha e vështirë se nëse je mjeshtër në një punëtori të grupit të fabrikave të çelikut, ke shumë pak shanse të bësh pronari i fabrikës në të cilën punon. Por, është po ashtu e vërtet se nëse do të fillosh të veprosh në mënyrë të garantuar, së shpejti mund ta lësh punën e grupit të çelikut, mund ta blesh një fermë 4 hektar deri 16 hektar dhe të angazhohesh në biznes si prodhues i artikujve ushqimor. Ka shanse të mëdha në këtë kohë për njerëzit që jetojnë në toka të vogla dhe i kultivojnë ato rregullisht. Njerëzit e tillë do të pasurohen me garanci. Mund të thuaj se është e pamundur për ty ta kesh tokën, por do të ta vërtetoj se kjo nuk është e pamundur dhe se me garanci mund ta kesh një fermë nëse do të punosh në mënyrë të garantuar. Në periudha të ndryshme, rryma e shansit shkon në drejtima të ndryshme, sipas nevojës së të tërës dhe fazës specifike të evolucionit shoqëror që është arritur. Momentalisht, në Amerikë, kjo po shkon drejt bujqësisë dhe industrisë dhe profesionet e ndërlidhura.
Sot, shansi është i hapur para punonjësit të fabrikës në linjën e tij. Është i hapur para biznesmenit që e furnizon bujkun më shumë se sa para atij që furnizon punonjësin e fabrikës, dhe para njeriut profesional që e shërben bujkun më shumë se para atij që e shërben klasën punëtore. Ka begati të shanseve për njeriun që do të shkoj me rjedhën në vend se të provoj të notoj kundër saj. Pra, punonjësit e fabrikës, qoftë si individ apo si klasë, nuk janë të privuar nga shansi. Punonjësit nuk janë duke u zaptuar nga padronët e tyre. Ata nuk po hidhen për tokë, nga grupet ilegale të ndërmarrjeve dhe kombinimet e kapitalit. Si klasë, ata janë aty ku janë, sepse nuk i bëjnë gjërat në mënyrë të garantuar. Nëse punonjësit e Amerikës zgjedhin të bëjnë kështu, ata do të mund të ndiqni shembullin e vëllezërve të tyre në Belgjik dhe shtete tjera, dhe të ndërtojnë supermarkete dhe industri bashkëpunuese. Ata do të mund t'i zgjedhin njerëzit e klasës së vet në përzyra dhe t'i kalojnë ligje që e favorizojnë zhvillimin e industrive të tilla bashkëpunuese dhe për pak vite do të mund të merrni një posedim paqësor në fushën industriale. Klasa punëtore mund të bëhet klasë zotëruese kurdo që fillon t'i bëjë gjërat në mënyrë të garantuar. Ligji i pasurisë është i njëjtë për ta siç është për të gjithë të tjerët. Këtë duhet ta mësojnë ata, dhe ata do të mbeten aty ku janë përderisa vazhdojnë të veprojnë siç veprojnë. Por punonjësi individual nuk zaptohet nga padia apo plogështia mendore e klasës së vet. Ai mund ta ndjekë rrymën e shansit për tek begatia, dhe ky libër do t'i tregojë se si. Askush nuk mund të mbahet në skamje për shkak të mungesës së furnizimit të begatisë. Ka më shumë se mjaftueshëm për të gjithë. Nga një pallat i madh sa Kapitoli në Washington, do të mund të ndërtojë për secilën familje në tokë vetëm nga materiali ndërtues në Shtetet e Bashkuara, edhe nën kultivim intensiv. Ky shtet do të prodhonte lesh, pambuk, pëlhur dhe mëndafsh mjaftueshëm për ta veshur secilin person në botë më bukur se sa është stolisur Solomoni në të shkëlqimin e tij, bashkë me mjaft ushqim për t'i ushqyer të gjithë ata në mënyrë luksoze. Furnizimi i dukshëm është praktikisht i pashtershëm dhe furnizimi i padukshëm është vërtet i pashtershëm. Gjithçka që e sheh në tokë ndërtohet nga një substancë fillestare, nga e cila rrjedhin të gjitha gjërat. Forma të reja po bëhen vazhdimisht dhe të vjetrat po treten. Por të gjitha janë trajta që burojnë nga një gjë. Nuk ka kufi të furnizimit të lëndës së paform apo substancës origjinale. Universi është i ndërtuar nga ajo, por ajo nuk është harxuar krejt në ndërtimin e universit. Hapësirat brenda, në për dhe ndërmjet formave të universit të dukshëm janë të përshkruara dhe të mbushura me substancën origjinale, me lëndën e paform, me lëndën e parë të gjitha gjërave. Edhe 10.000 herë sa ajo që është bërë do të mund të bëhej, dhe madje edhe atëherë nuk do ta kishim shterur furnizimin e lëndës së parë universale. Asnjë njeri pra nuk është i varfër sepse natyra është e varfër, apo sepse nuk ka qarkullim të mjaftueshëm. Natyra është depo e pashtershme e begative. Furnizimi nuk do të harxohet kurrë. Substanca origjinale është e gjallë me energji krijuese dhe vazhdimisht po prodhon më shumë forma. Kur të shteret materiali ndërtues, do të prodhohet më shumë. Kur toka të shteret ashtu që gjërat ushqimore dhe materialet për veshje nuk do të rriten më në të, ajo do të ripërtërihet apo do të bëhet më shumë tokë. Kur tër ari dhe argjendi të jenë gërmuar nga toka,
Nëse njeriu është ende në ato faza të zhvillimit shoqëror që t'i nevojitet ende argë dhe argjend, do të prodhohet më tepër nga e pa forma. Lënda e pa formë i përgjigjet nevojave të njeriut. Ajo nuk do ta lërë atë pa asnjë gjë që është e mirë. Kjo është e vërtet për njeriun kolektivisht. Njerëzimi si tërësi është gjithmonë i pasur në mënyrë të begatshme. Dhe nëse individët janë të varfër, kjo është sepse ata nuk e ndjekin mënyrën e garantuar të bërjes së gjërave, e cila e bën të pasur njeriun individual. Lënda e pa formë është inteligjente, është lëndë që mendon, ajo është e gjallë dhe është gjithmonë e nxitur ka më shumë jetë. Është impulsi natyral dhe i qëndësishëm i jetës të kërkoj të jetoj më shumë. Është natyra e inteligjencës ta zmadhoj veten dhe vetëdijes të kërkoj t'i zgjeroj kufit e vet dhe të gjej shprehje më të plotë. Universi i formave është ndërtuar nga substanca e pa formë e gjallë, që e hedh veten në formë në mënyrë që ta shpreh veten më plotësisht. Universi është prezencë e gjallë dhe e madhe, gjithmonë duke lëvizur qëndësishëm, ka më shumë jetë dhe një funksionim më të plotë. Natyra është formuar për përparimin e jetës. Motivi i vetënxitës është zgjatja e jetës. Për këtë shkak, gjithçka që mund t'i shërbejë jetës ofrohet zemërgjërsisht. Nuk mund të ketë mungesë, pos nëse Zoti e kundërshton veten dhe i zhvlerëson punët e veta. Ti nuk mbahesh i varfër për shkak të mungesës së furnizimit të begative. Është fakt të cilin do ta demonstroj pak më vonë, se madje edhe resurset e furnizimit të pa formë janë nën komandën e burrit apo gruas që do të veprojë dhe mendojë në mënyrë të garantuar.